nga rezultatët. Ndryshot asgjë. E po prandaj po them, tani parashtrohet pyetja, pse jemi duke bërë këtë debat? Jo, mendoj që është shumë i rëndësishëm ky debat, sepse nëse heshtim tash, edhe përkundër që rezultati zgjedhor është të certifikuar, edhe shkojmë drejt krijimit apo konstituimit, domethënë zgjedhjet tjera mund vinë sa ora. I kemi zgjedhjet lokale ndjesht. Ky manipulim mund përsëritet edhe zgjedhjet lokale, qysh e përmenda rastin e Dragashit, edhe të Unikut, ku rezultati ndryshohet nga pak vota që vinë nga diaspora. Edhe nëse e sheh që për 20-30 vota të diasporës e ndryshon rezultatin, kush mu i mbil mu që ato vota e nuk blen me pare, ose me çka do, për me ndryshu me marrë një komunë. No, këto janë dëshimta. LDK-ja Unikun zgjedhje e fundit e ka fituar me votat të diasporës. Ja ka marrë AKs, edhe qeverisat. Edhe Dragoshi ka fituar kështu. Nuk po them, nuk kam kurfar pretendimi se s'ka qenë i përfshirë atë proces, po fakti që pak vota ndryshon rezultatin, gjithmonë tendenca e manipulimit është. Edhe prandaj duhet me para se me fillu numërimi i votave, njerëz e diasporës, votues e diasporës i kanë qitë në për Facebook me video të votu. Me numër të madh të fletë votimit. Të votu një njeri ka 100 fletë votime. Unë s'm ka denuncë kërkon, po e kam po adhone. Ju se ke nuk e ke ndaluar. Kështu që ka që ka në partia e ashkaliva përëmve që me që ato vota është orëzua i deputeti Kinulli, apo si e ko emrin. Kështu që është votu, kanë votu, e kanë bo publike... Qazim Ramoni. E kanë bo publike votat me video të votuar, ka 100 vota, ka 90 vota një njëri. Sepse ka qenë çdo gjë organizuar me keq pej KCZ-s. Procesi zgjedhor ka shkuar përmirësu mbrana e tu kecu jashtë. Kjo është regjistruar me të njoft KCZ-ja, me një letër ftimdore ke fotografu vetëm dhe ke dërguar. KCZ-ja ka ndërtuar integritet në votës. Okej, se dua të flasim tani për qeverisë. Kanë filluar, ka pasur divonitet. Në KCZ morona është që to vota që në bord. Këtu është merë. Gjithçka do të më hetuar. Shoferi, e kanë qenë dy anëtar të KCZ-s, pa ata kanë mujtë rrugës. Duke mbush disa fletë votime në shtëpi. Veç po tregoj që ka ndodhur edhe për mua 2017. Unë kam vllaznin në Gjermani edhe familjar. Kanë dalë vota tuaj. Prit viskallë çka ka ndodhur. Janë regjistruar në mënyrë të rregullt dhe kreti kanë mbush bashkë me një tavolinë. Shumë gjë normale kjo që po. Shumë njerëz në familja. Po në familje, edhe e kanë shti krejt, zorë dhe kanë qu. Po shkruan Zafir Berisha ka nisë, po shkruan po vot diskutimi drenore. Regjistrime dhe fotografime. Po shkruan pastaj e ndalueshme edhe dënueshme. Po do të thonë që pse mbushën 10 vota ose 5 vota mbrana një familje, është gjë normale. Atje s'ka kuti. Tangojmë Zafir. Po shkruan Zafir Berisha, po thotë ky diskutimi çfarë jeni duke bërë dhe denoncimet që jeni duke bërë në studio. Sidomos Sadiku thotë konstaton që edhe obligon me një farë forme ndrrimin e ligjit të zgjedhjeve për çështjen e diasporës. E pashim i hapi syt Demasaj, thotë Zafira po i në qeveri ose